Përshëndetje, ftojmë zotin Ceno Klosi, zëvendës ministër infrastrukturës dhe energjisë i Republikës së Shqipërisë dhe zotin Remi Riu, drejtor ekzekutiv i Agjencisë Franceze për Zhvillim, për të shkëmbyer marrëveshjet e bashkëpunimit në fushën e energjisë. Signature d'un accord de partenariat tripartite entre l'Agence française de développement, Électricité de France et le gouvernement albanais représenté par le vice-ministre de l'Énergie. Le signataire est M. Remi Riu, directeur de l'AFD, M. Tseno Klosi dhe zoti Olivier Moreau, shefi i departamentit tregtar. Ftojmë zonjën Mirela Kumbaro, ministre e Turizmit dhe Mjedisit e Republikës së Shqipërisë dhe zotin Remi Riu për të shkëmbyer memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim në projektin për turizmin e qëndrueshëm në rajonin e Korçës. Signature d'un protocole d'accord entre l'AFD et le ministère du Tourisme et de l'Environnement. Një l'Environnement. protokoll i marrëveshje në AFD-s dhe Ministrisë së Shqipërisë. Zoti Remi Riu në shkrues për AFD-n dhe për pjesën shqiptare Mirela Kumbaro, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Mirë dita, mirë se erdhët përsëri. Është një nder shumë i veçantë, natyrisht, por është edhe një ndjesi e jashtëzakonshme mbarësie, do thosha, që në një kohë kaq të shkurtër presidenti i Francës riviziton Shqipërinë dhe qëndron për një tjetër vizitë bilaterale, gjë që na jep shumë krenari, por njëkohësisht edhe shumë mirënjohje për këtë shtys të fort nga ana e presidentit dhe Republikës Francës në marrëdhëniet me Shqipërinë, të cilat kanë hyrë në një fazë krejtësisht të re edhe të pa njohur më parë. Kemi faktikisht këtë herë bërë një bilanc të punëve të realizuara pas vizitës parë historike të presidentit që ishte i pari kryetar shteti i Francës që viziton Shqipërinë dhe kemi vazhduar të nënshkruajmë marrëveshje të tjera për të thelluar bashkëpunimin në fushat e paracaktuara edhe në marrëveshjen kuadër mes dy qeverive. Është një privilegj i veçantë që Shqipëria mikpriti komunitetin politik evropian dhe patjetër është një privilegj i veçantë që së bashku me presidentin dhe një grup vëndesh e kemi shtyrë këtë projekt të Komunitetit Politik Evropian në pikën ku tani më ka konsensus të plot nga të gjithë vendet përbërëse dhe faktikisht po krijohet një substancë e re në marrëdhëniet mes vendeve evropiane. Më vjen shumë mirë që falë këtij bashkëpunimi ne kemi
krijuar rrugët për të sjellë ekselencën franceze në Shqipëri. Dje kemi ndezur dritën jeshile të École 42, Shkolla 42, një ekselencë e Francës në fushën e inovacionit, e cila ka marrë 2000 disa qindra aplikime dhe jam i bindur që pas publikimit të vizitës presidentit dje do të ketë edhe më shumë, sepse akoma informacioni për hapjen e kësaj shkolle inovative nuk është përhapur gjithandej. Kemi ecur me projektin e liceut francez, një kërkesë që komuniteti frankofon i Korçës i ka drejtuar presidentit në vizitën e tij të mëparshme, dhe që sot është në fazën kur ka përfunduar studimi i fizibilitetit, ka përfunduar edhe gjithë ajo pjesa e parë e punës, dhe ne tani do të hyjmë në fazën e krijimit të kushteve për ta nisur procesin mësimor në lice, në godinën e dikushme të liceut francez dhe me shtimin e një sipërfaqe të re për të akomoduar të gjitha nevojat. Po ashtu, ne kemi sot në Shqipëri shumë aktive agjencinë franceze të zhvillimit, e cila është agjencia që hyri faktikisht në Shqipëri me nxitjen e presidentit për të ndihmuar Shqipërinë në procesin e rindërtimit pas tërmetit, dhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme në Durrës me ujësjellsin e Durrësit, por ndërkohë është këtu për të vazhduar të mbështesë projekte të tjera që prekin energjinë e rinovueshme dhe turizmin e qëndrueshëm. Ne duam ta fuqizojmë marrëdhënien edhe në drejtim të administrimit të ujrave, ku Franca është kampione e inovacionit, kampione e eksperiencës, dhe ka kompani të cilat operojnë në të gjithë botën, po ashtu kemi folur edhe për mbetjet, dhe edhe në këtë drejtim jemi duke punuar me Francën për të pasur një plan të përgjithshëm i cili të bazohet jo thjesht në strategjinë që ne e kemi, por të bazohet në hapa konkret të punës, pasi në procesin e negociatave për antarësim, procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, ky është një kapitull shumë i rëndësishëm dhe këtu ne kemi shumë për të bërë. Kështu që nëse arrim të kemi deri në fund këtë bashkëpunim me ekselencën franceze, do jetë një vlerë e shtuar dhe do të fitojmë shumë kohë. Kemi folur me presidentin dhe për mundësinë e përfshirjes së Francës në ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë dhe do të shikojmë më tutje në komunikimet drejt për drejta se si mund të materializohet përfshirja e Francës. Dhe në fund fare më vjen shumë mirë që, sepse kjo është diçka sa e vogël nëpër mas, aq edhe kuptim plot sipas meje në simbolikën e gjithë kësaj marrëdhënie, që kur presidenti erdhi këtu herën e kaluar, ishim në shtëpinë e diktatorit Enver Hoxha, e cila ishte zbrazur dhe po fillonte puna për ta transformuar në një qendër kulturore me bazë rezidencat për artistë shqiptar dhe nga gjithë bota, falë bashkëpunimit me fondacionin e mirënjohur Art Explora. Dhe sot
do t'jetë shumë një kënaqësi e madhe që ta shoqërojmë presidentin për ta parë tani më në veprim këtë projekt dhe praktikisht kurba e këtij transformimi nga një ngrehinë e degraduar, e mbetur nga shkuara në një ngrehinë që i jep energji Shqipërisë së nesërmes, është pasqyra e këtij bashkëpunimi. Ky është roli dhe kjo është edhe fuqia e shtuar që Franca sjell në këtë bashkëpunim për ne dhe ne jemi thellësisht mirënjohës. Pa diskutim që sot ne ndjejmë Francën shumë afër edhe në procesin e antarësimit dhe nga ana tjetër rajoni ka fituar një mbështetës shumë të qëndrueshëm dhe besnik në të gjitha proceset transformuese, në adresimin e momenteve të vështira që duhen akoma zgjidhur dhe në mbështetjen për përfshirjen e gjithë rajonit në Europën e Bashkuar. Monsieur le Président, je suis vraiment très reconnaissant. Zoti President, jam vërtet shumë mirënjohës dhe ne të gjithë jemi shumë mirënjohës për angazhimin tuaj dhe për vizitën tuaj. Për vizitën tuaj të dytë në një kohë mjaft të shkurtër. Kjo na mbush zemra. Dhe duhet të punojmë me veten tonë për ta kuptuar që nuk do të jetë kaq e zakonshme që të kemi vizitë të presidentit çdo 18 muaj. Por do të bëjmë më të mirën e mundshme për ta bërë Shqipërinë në sytë e presidentit francez si një vend të rreshtuar me historinë dhe të ardhmen e Francës. Faleminderit. Monsieur le Premier ministre Cheredi, mesdames, messieurs les ministres. Zoti kryeministër i dashur Edi, zotërinj, zonja ministra, zonja ambasadore, zoti ambasador, zonja zotëri. Faleminderit zoti kryeministër për pritjen tuaj të ngrohtë të djeshme. Si dje dhe sot. Është një lumturi e madhe për mua të jem përsëri këtu. Një vit e gjysmë pas vizitës sime të vjeshtës 2023 dhe pas vizitës suaj në Paris në 2024. Ministrat tanë janë gjithashtu takuar njërën andën në tjetrën për këtë agenda me këtë intensitet të paparë. Vjeshta 2024 kishte 110 vjet pa vizita presidenti. Dua të filloj këtu për duke u falënderuar për rizgjedhjen tuaj, për besimin që morët, që është e rëndësishme për ju dhe për ne të gjithë, sepse është ky mandat që do na lejojë të vazhdojmë këtë agenda kaq ambicioze të dëshiruar nga vendi që për kaq vjetësh. Dhe ju falenderoj për organizimin e CPS, që është samiti i parë i bërë në rajonin e Ballkanit. Faleminderit për këtë, për pritjen tuaj, si dhe për vazhdimin që do bëjmë së bashku. Ju e thatë që marrëdhënia jonë e dyanshme është e strukturuar ndërmjet disa ambicjeve, së pari, sepse në vjeshtën e 2024 filluam dhe po me reformë, në të vërtet, ne kemi vendosur së bashku në atë moment për një politikë inovacioni dhe bashkëpunimi të shtrënguar. Jam shumë i lumtur që pash promocionin e parë të shkollës 42, marrëveshjen për Green Eye shqiptare, e mbështetur nga Franca, që është një nga akset e rëndësishëm të këtij partneriteti. Dhe ajo që ishte vendosur në vjeshtën e 2023-shit u bë fakt. Shkolla 42 është një realitet, promocionet e para kanë filluar dhe ne mundohemi të transformojmë gjërat krahasues. Në të njëjtën mënyrë ne kemi vendosur për liceun francez të Korçës, gjithçka ishte vendosur është bërë
studimi paraprak është bërë, ne do vazhdojmë ta përshpejtojmë. Bashkëpunimi universitar, partneriteti ndërmjet Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Teknologjik të Kompjenjës po bëhet realitet dhe avancon. Më vonë vendosëm në prill të 2024 kur erdhët në kornizën e referencës në fushën ekonomike, projekti prioritar, menaxhimi i ujit, turizmi, bujqësia, me shumë aktorë francezë që më kanë shoqëruar ka një vit e gjysmë dhe që sot janë duke u shtrirë në për projekte ndërmjet nesh. Ju e rikujtuat projekti kulturor që e duam, atë që do vizitojmë pak më poshtë dhe bashkëpunimet e shumta. Gjithë kjo për të thënë që deklaratat e kaluara parajush u bën realitet tani. Kemi avancuar gjithashtu në temat e mbrojtjes. Kjo është shumë e rëndësishme. Ministrat tanë nënshkruan dje marrëveshje dhe partneritete shumë strukturues. Ne do të vazhdojmë në të gjitha fushat me kapacitet të mirë. Radarët e mbikëqyrjes, bashkëpunim për strukturim aeror. Përtej kësaj, ne kemi vazhduar sot të vazhdojmë dhe për të pasur akoma më shumë aktorë francez në infrastrukturë, në menaxhimin e ujit, të mbeturinave, prania jonë në projekte shumë strukturues për të gjithë rajonin dhe e ndaj bashkë me ju këtë agenda shumë pragmatike dhe shumë ambicioze. Franca do jetë krahas jush për kapacitetin e financimit dhe për ndërmjet këtyre operatorëve të mëdhenj industrial. Ju folët. Më shumë se 300 milion janë bërë tashmë. Bëhet fjalë për projekte urgjence, për energjinë, për turizmin e qëndrueshëm dhe për rajonin e Korçës, që është djepi historik i frankofonisë në Korçë, në Shqipëri. Ne kemi vendosur këtë që nga vjeshta 2023 me të njëjtat ambicie. Përtej kësaj marrëdhënie dypaqe, ne kemi dëshiruar të shkojmë edhe më larg dhe më fort. Është vendi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që është i rëndësishëm. Dua ta rishpreh këtu bindjen e plot që kam, që shpreha gjatë vizitës së mëparshme për ribashkimin e kontinentit evropian për të bërë ballë sfidave të përbashkëta. Shqipëria ka treguar udhën, ka bërë avancime shumë të mëdha këto kohë të fundit. Ka bërë shumë blloqe kapitujsh të negociatave. Unë kam besim ka ajo që do bëni ju dhe jam shumë i lumtur për mandatin shumë të qartë që keni pasur. Udha e Shqipërisë është shumë e qartë drejt BE-s. Reformat ambicioze që po bëni dhe pas këtyre reformave dhe këtyre blloqeve negociatash që duken shumë teknike për bashkëdhetarët tuaj, është një udhë, është aventurë që është shumë sensibël. Folëm pak mbrëm për këtë udhën europiane. Franca do jetë krahas jush për të shoqëruar në këto reforma dhe për të mbrojtur dhe për të shoqëruar në mënyrë që meritat tuaja të njihen nga gjithë dhe që agjenda të mbahet. Sepse ju do mbani agjendën tuaj dhe ne do ta mbajmë tonën. Për këtë perspektivën e 2027-s, që nuk është vetëm një perspektivë, por një realitet. Të paktën që nga fillimi i mandatit tim të parë dhe ristrukturimi i 2019-s me strategjinë franceze për Ballkanin Perëndimor. Destinacionin e këtij rajoni dhe Shqipëria tregon udhën në mënyrë të shkëlqyeshme. Për këtë doja të dish i pranishëm përveç CPS, por për t'ju rishprehur besimin që kemi për udhën drejt Europës dhe besimin e Francës për këtë udhë europiane që do bëhet realitet. Faleminderit zoti kryeminist për pritjen tuaj dhe faleminderit shumë për miqësinë ndërmjet dy vendeve tona. Miqësia me Francën na nderon dhe është privilegj të jesh mik i Francës, vërtet.
9 personnes ont de nouveau trouvé la mort en Ukraine dans une attaque de drones russes. Në një sulm me drone rus. Është përgjigjja e Vladimir Putinit për propozimin tuaj, për propozimin evropian dhe amerikan për armëpushimin. Apo a duhet që tani të vendosen sanksione shtesë ndaj Rusisë dhe a do t'i kërkoni presidentit Putin që të veprojë në këtë drejtim? E keni fjalën për presidentin Trump? Écoutez, d'abord, je veux ici redire notre soutien. Dua të them si fillim mbështetjen tonë për popullin ukrainez dhe drejtuesit e tij dhe këto humbjet e orëve të fundit. Dua t'ju them, nuk kemi qenë kurrë naiv dhe kjo nuk ka ndalur kurrë. Propozimet e armëpushimit që po I rikujtoj, që është një iniciativë amerikane, nuk janë respektuar nga presidenti Putin dhe ushtria e tij. Gjërat janë të thjeshta. Ne jemi krahas ukrainësve që ditën e parë, që nga 2014 me sanksione, me një proces që u caktua në Minsk dhe me formatin Normandis për të cilin e shoqëruam dhe lufta masive që nga 2022 ne jemi krahas Ukrainës. Një president është zgjedhur nga populli amerikan. Ai erdhi me një ambicie për të bërë paqen. Tha që do t'i angazhoj të gjithë për të sjellë paqen. Ishte një deklaratë e rëndësishme dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të respektohen për këtë. Presidenti amerikan bëri së pari një propozim për armëpushim në shkurt. Ne reaguam duke thënë që armëpushimi nuk do ishte I mjaftueshëm, duhet një paqe e fortë dhe e qëndrueshme. Kështu e bëm në takimin e parë në Paris në shkurt, pastaj takimet të tjera të mëpasme, me një punë shumë intensive me kryeministin Staranov. Është një propozim amerikan ky armëpushim. Ajo pastaj u miratua nga presidenti Zelenski, edhe pse I agresuar në mars 2025 në Jeddah. Që nga marsi ne po presim përgjigjen e Rusisë, ju I rikujtuat faktet, është jo. Duke riangazhuar gjithë këtë, të dielën që shkoi, më falni, të shtunën që shkoi në Kiev, ka një javë, ishim me kryeministin Starmer, me ministrin Tusk, me kancelarin Merz, me zotin Zelenski, dhe e kemi thirrur së bashku zotin Trump për të thënë që jemi të gjithë para pushimit me garanci sigurie, duhet vëmë presion mbi Rusinë. Akord I dhënë nga presidenti Trump është një forcë. Pastaj, propozimi I presidentit Putin ishte të thoshte takohemi në Stamboll. Të dielën dha pëlqimin presidenti Zelenski. Çfarë kemi sot? Asgjë. Po ju them që ballë cinizmit të presidentit Putin, mendoj, jam I sigurt bile që presidenti Trump I merakosur për besueshmërinë e Amerikës do të reagojë, sepse propozimi për armëpushim, propozimi për të takuar, janë propozime amerikane. Janë të rëndësishme, ata nuk mund të kenë një përgjigje të tillë. Ne do vazhdojmë të bashkëpunojmë për që Ukraina të rezistojë dhe që paqja të vijë. Përshëndetje, mirë se erdhët në Shqipëri, zoti president. Pyetja e parë shkon për ju. Unë jam Razila Myslimaj nga Report Televizion. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësimin për aksionin që policia e Kosovës ka ndërmarrë në veri të vendit, ndërkohë nga ana tjetër presidenti Vjosa Osmani ditën e djeshme në gjatë punimeve të samitit tha se Bashkimi Evropian shpesh tregoi I pabalancuar dhe se po penalizon palën që po zbaton rendin kushtetues. Si komentoni ju këto kritika dhe a besoni se Bashkimi Evropian po e humbet kredibilitetin në dialogun Kosovë-Serbi? Dhe një pyetje tjetër që lidhet me deklaratat tuaja apo rezervat tuaja, le të themi kështu, për aleancën ushtarake.
ka të bëjë me si komentoni ju faktin që Alianca Ushtarake dhe nga presidenti Trump po vinë kërkesat her pas hershme për të rritur buxhetin e mbrojtjes në 5% dhe është e drejtë që edhe vende si Shqipëria me buxhetet kufizuara të shkojnë në të njëjtën linjë me vendet e mëdha, me fuqitë e mëdha, dhe në të njëjtën linjë është edhe pyetja për ju, zoti kryeministër, si do t'i përgjigjet Shqipëria kësaj kërkese që vjen nga Washingtoni dhe a mund ta përballojë Shqipëria një buxhet të tillë në 5%? Alors, sur votre première question, Për pyetjen e la parë. feuille de route est claire et pour avoir passé beaucoup de temps. Udhërëfyesi është shumë i qartë dhe kemi kaluar shumë kohë me dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. BE-ja është legjitime për të kërkuar që të ketë avancime konkrete mbi çështjen politike, mbi zgjedhjet e komunave N'ont pas été satisfaisants. që nuk kanë qenë të kënaqshme, Sécurité, le për çështjet e sigurisë. il n'y a rien de nouveau. Kjo është e njohur, nuk ka asgjë të re. C'est pas la perte de Mendoj që ekzigjenca nuk është humbje besueshmërie, duhet të dalë nga kjo ballë që bllokon Et situatën. donc, je souhaite que dans les prochaines Unë semaines, uroj që javët e ardhshme të rifillojmë dialogun et avec Pristina et avec me, Belgrade, edhe me Prishtinën dhe me Beogradin, chacun des pays ont été confrontés sepse secili vend është përballur me vështirësi politike, sociale, për të mundur të bëjmë avancimin. Është e rëndësishme për gjithë rajonin. Mendoj që kërkesat janë legjitime, nuk duhet lëmë të vendoset një dialog i tërthort, nuk është mënyra korrekte për të avancuar. Të paktën kemi një vullnet, mund të më bëni besim për këtë, për qëllimin e avancimit, sepse mendoj që për sigurinë e Europës sonë, për bashkimin e saj, duhet ta bëjmë këtë udhë. Por duhet është legjitime të kemi ekzigjenca për këtë gjë. Nuk është ide e mirë kur mundohemi të përçajmë linjat apo të vëmë në dyshim procesin. Pra do vazhdojmë të ecim me forcë, do të riangazhojmë, ne do shkojmë krahas partnerëve tanë evropian për që në mënyrë që gjërat të avancojnë në Kosovë. Për NATO-n dhe ekzigjencat. Franca, mendoj sot, ka ushtrinë më efikase të Europës. Kemi një ushtri komplete, tek e cila kemi riinvestuar që prej 2017-s me 2 ligje të programimit ushtarak që kanë dyfishuar buxhetin e ushtrive tona. Kemi kapacitetin e zhbindjes bërthamore, kemi autonomi strategjike në këto segmente, kemi një përvojë operacionale të paparë në teatret e operacioneve në lindjen e mesme, në Afrikë e tjerë. Jemi sot me 2.1% të PIB-it. Ne vazhdojmë ta shtojmë këtë buxhet për vitin që në vazhdim dhe vitin e ardhshëm. Nuk kam konsideruar kurrë që përqindja e PIB-it është një fund në vetvete. Duhen analizuar sfidat që kemi dhe krahas asaj kemi një angazhim të mirë, një nivel të mirë angazhimi. Më pas kemi të gjithë nevojë për të përshtuar harxhimet tona, për të përforcuar këtë shtyllë të madhe të NATO-s. Jemi të kënaqur të kemi mbështetjen e Amerikës. 1/3 e aleancës mbështetet nga jo, po të jemi të qartë. Aleatët tanë amerikanë në mënyrë në shtim shikojnë gjetkë dhe na kërkojnë që të marrim në ngarkim gjithmonë më tepër mbrojtjen tonë. Është legjitime, nuk shifrohet vetëm me përqindjen e PIB-it dhe nuk duhet të përkthehet në blerje materiali amerikan, sepse do kishte vetëm një pasojë të shtonim varësinë tonë në industrinë amerikane. Pra duhet që ne europianët të investojmë më shumë për të formuar, për të rekrutuar, për të pajisur më shumë dhe gjithashtu për të ndërtuar një bazë industriale dhe teknologjike europiane që përforcon autonominë tonë. Po jo them shumë qartë, horizonti 3.5% PIB-it është një horizont i mirë për vitet e ardhshme, por nuk do bëhet brenda 6 muajsh. Ajo do bëhet duke pasur substancë, duke pasur koherencë. Së fund, do të rikujtoj 2 gjëra, është një përqindje e PIB-it
Pra është një përqindje në funksion të çdo shteti, nuk është absolute. E dyta, angazhimi i një ushtrie nuk varet nga kjo. Por nga emrat që janë të shkruar tek monumentet e të vdekur. Nuk më pëlqen ky debat ndërmjet aleatëve ku flitet për shifra. Njoh shumë vende në Europën tonë që kanë humbur shumë ushtarë në teatret e operacioneve dhe që kanë angazhuar të tjerët. Ata meritojnë respektin. Kjo vlen edhe më shumë separat. Faleminderit. Unë dua të them që spari ne kemi ecur sipas angazhimit, duke rritur buxhetin dhe kapur 2% që ka qenë objektivi i përbashkët i aleancës dhe që në kryet herës është dukur si diçka e pamundur, duke pas parasysh pikërisht ato që thatë ju që ne nuk kemi një buxhet të madh dhe nga ana tjetër kemi shumë nevoja për të përmbushur, por gjithsesi ne e kemi përmbushur detyrimin ton ndaj kontratës përbashkët të aleancës. E dyta, ky është një moment i veçantë që ka sjell në tryezë nevojën për të investuar më shumë dhe nga ana tjetër ne duam ta shfrytëzojmë si moment për të rilindur industrinë tonë ushtarake, gjë që kemi nisur ta bëjmë, duke e shfrytëzuar investimin më shumë në buxhet për mbrojtjen si një investim për të krijuar vende të reja pune të mirëpaguara, për të rritur kapacitetet e vendit në drejtim të kualifikimit të krahut punës dhe kështu me radhë. Por një gjë besoj unë është shumë e qartë, duke parë që tani që është kjo fryma e përgjithshme që të rriten buxhetet, na vinë kompani nga të katër anët e Europës, kemi këtë për të shitur, kemi atë për të shitur, blini nga ne makina, blini nga ne bicikleta, është diçka që tregon se çështja nuk është sa para vëm ne në dispozicion, por si përdorim ato para, me çfarë efikasiteti dhe si këto para që përdorim ne e kompletojnë panoramën e përgjithshme të të gjithë vendeve evropiane, sepse Franca është një rast unikal që ka një ushtri nga ajat e zhëja edhe që mund t'i bëj vetë të gjitha, po Shqipëria nuk mundet dot ta ketë një ushtri të tillë, dhe si Shqipëria janë shumë vende tjera që nuk mund të kenë një ushtri që t'i ketë të gjitha deri tek arma bërthamore. Kështu që ne duhet të jemi komplementar në kontekstin e përgjithshëm dhe për këtë arsye duhet një plan i mirë menduar, i koordinuar me procedura shumë më të qarta për të gjithë, edhe me një garanci eficience në shfrytëzimin e atyre parave që vendosen. Se nëse kjo bëhet një histori vër buxhet para dhe shpenzoj dhe shëno aty që i shpenzuam, atëherë ne do t'i kemi plot depot me lloj madrash që as nuk do t'i përdorim. Dhe përpara disa javësh, unë pata i bisedë me një me CEO-n e një prej kompanive më të mëdha të prodhimit ushtarake në botë, edhe më tha, kam vizituar një vend, se s'po e përmend, jo në Europë, që ka bler pa fund armatime, edhe që akoma i kanë të pa hapura, nuk i kanë futur akoma në punë. Tani
në letra kjo mund të rezultojë si një shpenzim i mjaftueshëm për ushtrinë, por në fakt nuk është një forcim i mbrojtjes. Kështu që unë jam 100% dakord me atë që tha presidenti, që ne duhet jemi realist në gjithë të histori dhe të kuptojmë si do t'i rrisim kapacitetet, jo si do rrisim buxhetin vetëm, por si do rrisim kapacitetet, si do kemi mbas një X numër vitesh një sistem mbrojtje të Europës më efikas, më të gatshëm, më të plot, dhe jo si do kemi në për bloqe shpenzime ushtarake për të blerë lart e poshtë mjete. Kjo është në kundërshtim, dhe nga ana tjetër ne nuk duhet të harrojmë që Europa nuk mund të kthehet në një territor ku flitet vetëm për armë dhe ku mendohet vetëm për luftë. Kështu që ka dhe plot gjëra tjera që duhet i mbajmë mirë parasysh, se në fund të ditës kur vjen puna tek Europa, unë besoj se ka dy territore për të mbrojtur. Territorin fizik dhe territorin shpirtëror. Nëse Europa humb në territorin shpirtëror, atëherë vlera e territorit fizik të Europës bie në mënyrë të ndjeshme, sipas meje. Merci beaucoup.